Radio Me Friends. Jemi në këtë pjesë të dytë, sapo na është bashkuar Lediona në Top Albania Radio, Lediona Xheladina, mirë se na vjen në Pardon My Friend. Finalmente. Mirë se ju gjej, binjaku im I preferuar. Gënjen që parë tha ju rrej binjak. Ju rrej pra, po I preferuar I tim. Faleminderit. Jemi mirë të këshime, vëlla. Midis atyre. Më keq s'ka ku shkon. Ajo është gjëja. Domethënë ke diçka me binjakët që të lidh? Nuk I kam qef. Nuk e di, më duken shumë bipolar, thashet e maxinj dhe Niko atë që bën. Po. Unë e gjej për plus të që tha, kësha kam kapur punën zemra unë. Si isha dalla vera gjithë e flisja shumë. Se ne për këtë të kemi marrë. Po në fund të ditës. Në fund të ditës. Lediona, mirë se vjen, jam shumë e lumtur që je në studio dhe për më tepër jam akoma më e lumtur që je mirë me shëndet dhe vazhdon punën dhe sigurisht që në këtë bisedë ne do prekim pak një moment të tëndin të vështirë që ti vendose ta ndash pas një periudhe shumë të gjatë kohe. Ke publikuar së fundmi një video e cila në fakt ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve dhe të gjithë mbetën të çuditur se çfarë force ke pasur ti gjatë gjithë këtij viti teksa ke kaluar një vështirësi të tillë. Pse vendose ta bëje pikërisht tani këtë ndarjen e videos edhe për të shprehur mirënjohjen për njerëzit që të kanë qëndruar pra. Ore, çfarë ka ndodhur se s'mbaj mend gjë. Kurse di ti? Ka ndodhur gjë? Ha më thuaj. Pasi u kujtua një vit më vonë që bëri një aksident. Pak të vogël. Tash po ja tregoj. Po ju a tregoj dhe po them edhe faleminderit që më keni suportuar. Edhe ta shoh kush interesohet. Kjo është puna e saj kur të vjen ajo bën debate të vjen përgjigja një muaj më vonë. Një vit. Një vit më vonë. Diçka. Se nuk mbaj mend ka ndodhur kjo gjë. Arsye pse un kam vendosur që ta ndaj tani, domethënë jo atëherë kur ka ndodhur si shumë personazhe përfitojnë nga situatat që u ndodhin edhe për të rritur Instagramin e gjëra të tilla, nuk e kam bërë këtë gjë sepse kam qenë në një periudhë të vështirë, por përveç kësaj nuk dua që të tregoj vështirësitë që un po kaloj. Dhe I tregoj pasi ka ndodhur. Po, pasi I ke kaluar. Ka qenë një reflektim për mamin, e cila ka qëndruar gjatë gjithë kohës aty dhe është kujdesur për mua kur un kam qenë aksidentuar edhe e hodha. Po bëri namin. Bëri shumë namin. Fala sa jam edhe këtu me ju, se s'do t'ju kisha takuar kur. Të kundërtën the jashtë zemër. Kush po të shkruan Lediona? I kanë marrë mendje. Jo, nuk ka si gjë. Nikos apo më ktheu Follow në Instagram. No. Këta të preferuarit e njëri tjetrit, sapo jam bërë follow tani. Po se ka qenë shoku I Rozës ndaj. Pa e kalon personale më duket atëherë. Vini baste ku shfiton këtë luftë. Le të kthehemi edhe një herë tek një tjetër ngjarje disa kohëve më parë, teksa Lediona. Ndodhej në Big Brother 3. Le të bëjmë një throwback pra. Po. Dhe Niko Komani, shoku I Rozalati, çfarë ndodhi Lediona? Ka shar Ledionën. Se më pëlqen shumë kjo biseda tani. Jo, Niko, thuaj gjërat në sy tani se po më bëje furça aty. Po më thoje ti ke qenë e mirë, po unë kështu po ashtu. Nëse janë bërë meme. Dhe mirë ke bërë, në fakt, se ti Lediona me thënë të drejtën I kecat forta, domethënë edhe batutat të tuat, por edhe të ka bërë, I tregova. Po edhe të personazheve që ke pasur në për programe. Unë s'kam bërë si meme, pa dyshim. Unë kam bërë meme Ledionën që para Bigu, domethënë në një intervistë tepër të famshme, dije tani, ishte një nga soundet, audio që unë përdorja dhe më shkonte virale, domethënë nuk e di. Ke përfituar nga unë dhe s'na. Kam përfituar, po. Ma përfshiu dhe sa. Po më sa të dua. Zoti I madh. Po se pafshim pikën e hajrit. Tani më thot të dua. Më thash të dua. Çifti. Jetojnë shumë të lumtur, kanë bërë dhe një çun edhe janë mirë. Nëse do mund të shkojmë të dy edhe takoj. Patjetër. Okej. Se ma po mos fidon më duket. Që nga lajm shumë interesant në fakt, domethënë, pas kanë nuk ka pasur më lëvizje në familjen e tyre. Okej. Kështu është kur e lë burrin me 2 milion lekë. 2 milion lekë në xhep. Të lutem kur është Niko këtu mos u merr.
Se ne në fakt më lodhëm për gjëra serioze, por në vësyze. gjithsesi, më pëlqen shumë fakti që ti shef gjithmonë pjesën pozitive, qoftë edhe gjërave të trishta që të ndodhin në jetë, edhe madje the edhe dje gjatë një interviste tek Bieta këtë që mundohesh të shohësh pjesën optimiste të gjës, por në fakt nuk ka qenë lehtë për ty apo jo. Ka qenë periudhë e vështirë, sepse të qëndrosh 43 ditë që as goja nuk ma nxet atë dhe kam vuajtur ato ditë. Po e ti Niko ta nxjerroj ato. Jo, nuk të lënë të rrisë. E po dalni. Shumë e lehtë ka qenë. E 43 ditë, ha? U them pa kockat po hajtë, mos e ngjithem prapë. Pse sa kocka theve? A do ta dini në Dionën flasë Jo, apo? mua më ngrije qeshur, thjesht e dëgjova dhe ngriva. Po, në fakt ka kaluar një periudhë shumë të vështirë, sepse, domethënë, ti vetëm nga ajo video e kupton. Po si ndodhi? Mund të pyesim si ndodhi? Por më vjen mirë që po qesh. Nuk e di çka me mua të ju betojmë, shqyr jemi dhe live në digital dhe njerëzit po më ndjekin që un po rri dhe thjesht Nuk po po bën shikoj. gjë, nuk po bën gjë. Për zotin duhet rrim serioz. S'kemi pirë edhe asnjë gjë. Sepse në momentin që ti joni tuaj që ke kaluar një periudhë të vështirë dhe Niko ne ke këtu. Dhe qesh, dhe çuditet. Jo për zot, është muhabet tjetër. Un kam kaluar nga mushkrit e mia diku rreth një muaj e gjysmë si shtrirë në krevat që nuk kisha fuqi as Të radhë ty ujë më të shkrit nga pija, motori. sepse ova pneumotoraks dhe të kuptoj, prandaj nga i qeshu ngela sepse e di ndjesin që ti s'ke as fuqi të shkosh deri të marrësh një gotë ujë të shkosh deri në banjo. Prandaj direkt un piva se e kam përjetuar vet 2 herë në jetë. Po kështu jetoj për ditë. Magjistret. Ti je thjesht dembel. Zemra ime. Ti nuk të ndodh asgjë. E ti. Jo, unë kam thyer Crown. Shikoj. Supozohet Jo, ishte i drejtë Ke ky. thyer atë e tjetër, pa se shepar. gatrova. Ua. Shikoj. Paska dhe më keq sa Jo, valla unë kam drejt. Jo, e di ça, edhe ma erdhi gjithmonë do më duket e çuditshme se njerëzit që kanë një jetë tepër intensive, siç e ke patur dhe ti prej punës që je non stop në lëvizje, një ditë të marrësh pauzë, mua apo këtyre njerëz është e tmerrshme se ti thua ç'a bëj tani? Po tani si e shty orën. Kjo ka qenë periudhë, prandaj ka qenë periudhë e vështirë sepse okay, dhimbjet patjetër që ti bënin të veten, por unë nuk e mendoja do të veten qëndroja aty e mbyllur. Dhe madje un kam dalë para kohë në punë sepse sipas mjekëve un duhet të qëndroja akoma më gjatë, duhet të bëja fizioterapi edhe nuk duhet të qëndroja në këmbë për një kohë të gjatë. Sa mbarova fizioterapinë un kam dalë në terren edhe nuk e di po kam marrë jetat. Ose kur shikoja, nuk e di sa njerëz mund të kenë bërë blog që s'doja të shihnin. Pra, këtu dalim tek një tjetër moment. Gjatë qëndrimit tënd të shtrirë Lediona për 43 ditë, çfarë ke bërë? Që ndoshta në kohën tënde të lirë nuk të kishte vajtur mendja ta bënte, ja ose po e the këtë që ke bërë blog ca njerëz. Kam lexuar shumë mesazhe, kam parë shumë. Sa mos lexon libra. Ke qenë kreative gjatë kësaj periudhe? Pra, çfarë Okej, u vendos që kjo intervista sot Që ka çuditshme dita sot. Vetëm truri punon, si pjesë e trupit. Fare zero? No, zot. Çfarë do thoje ti Anton? Me tru mund të arrish shumë gjëra, nuk s'ka nevojë të punoj gjë tjetër. Unë jam kurioz se tani po qesh shumë. Po kështu kjo është drejt për Crown tim. Dua të di ku ti fute blog. Kanë qenë, nuk e mbaj mend, por kanë qenë disa personazhe. Ha, më thuaj. Niko Komani. Niko nuk e duroja dot kur përdritej aty dhe bënte memet e mia. Më vinte shumë inat. Më vinte shumë inat. Dhe pse e shante peshkun, këtë nuk e kam kuptuar. Aha, e ke me peshkun apo e ke që unë bëja memen tënde? Edhe memet e mia, po edhe me peshkun. Sa ne ke fituar nga ato? Ç'ke me lavrakët ti? Jo, s'mund ta them sepse tani deklarojnë të gjitha. Ti ndash, dhe ma ti duhet më thuash faleminderi. Jo, absolutisht po, sepse gjysmë atë. Sepse gjithë fanbase-i im i TikTokut, kur ti ishe brenda, thonë ha sa gallat është Lediona. Po ato njerëz mbase ishin me lojën e rozës dhe i tërhoqa nga ana jote. Si ja bën ti tani? Nuk më thua këtu publikisht një faleminderit Toniko se më ke dhënë goxha boost. Nuk më intereson boost lek. Unë edhe Rozanën, edhe për Rozanën ka bërë meme dhe kisha këtu Jonidën javë për javë, më buzëqeshë, thoshte bravo zemra. A është mërzit Roza nga kjo gjë?
Roza apo Rozana? Unë thash Rozana Radi. Jo, po thoja për Rozën që the, unë kam bërë me ty edhe nuk. Po edhe Rozën e kam bërë meme. E ke bërë. Po edhe Sarën e kam bërë meme. Po edhe veten time e kam bërë meme. E sa lekë në xhem? Unë bëj meme me veten time. Sa lekë marr. Po nuk paguhemi neve këtu. Unë e kam të lidhur me E po mjaft të Shqipërinë. prapë të lekët dolo, se me E kam të hengra. lidhur në Ajo, Shqipëri. sepse fiton lek, po nuk tregon. Për kokën e mamit. Ah, Nuk e kam të monetizuar. Publicitet për momentin, për momentin. Nuk e kam për sa.